Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku vizitoi një fabrikë fasonerie ku ngriti alarmin për thellimin e krizës në prodhimin vendas dhe mbylljen e bizneseve që deri dje eksportonin produkte Made in Albania. Gjatë vizitës, Tabaku tregoi se fabrika që pak muaj më parë kishte 120 punonjës sot ka mbetur me vetëm 30. Sipas saj, mbi 90 familje kanë humbur vendin e punës, ndërsa makineritë e plurosura janë simboli një sektori që po shuhet për shkak të politikave të gabuara ekonomike. Këto janë produktet e fundit Made in Albania që ky biznes ka prodhuar në tetor të vitit shkuar. Fatkeqësisht, si rezultat i taksave të larta, i pagesës së inputeve në dogan, i zhvlerësimit të euros, po edhe i rritjes në mënyrë të vazhdueshme i pagës minimale, ku të gjithë ngarkesën e mbajnë 25% punëmarrësi dhe pjesën tjetër punëdhënësi, këto biznese janë duke u mbyllur. Dhe kur ju kam thënë në muaj me radhë që kjo është alarm për ekonominë, e kam pasur me të vërtet. Ky biznes deri dje ka pasur 120 punonjës. Sot ka vetëm 30. Po të shikoni sot makineritë e plurosura këtu, nuk janë thjesht vetëm makineri pune. Janë mbi 90 familje të cilat janë hedhur në rrugë. Janë mbi 90 punonjës të cilës sot nuk kanë më një pagesë. Janë mbi 90 familje që nuk e marrin më këtë të ardhur. Dhe këmbana alarmit për këtë sektor që prodhonte, që eksportonte deri dje Made in Albania është pikërisht kjo. Është alarm që duhet ta dëgjojnë të gjithë. Të majtë e të djathtë. Nuk duhet na ndajnë këto çështje. Çështjet e biznesit që mbyllen, e produkteve shqiptare që nuk shiten, e njerëzve që hidhen në rrugë. Këto janë çështje që duhet ta bashkonin politikën. Alarmi për një ekonomi të kapur në pak duar, për zhvlerësimin e euros që sot po i nxjerr nga tregu bizneset e ndershme, ka vite që troket në dyert e ekonomisë. Po sot është bërë realitet që ne duhet ta ndryshojmë. Për produktet shqiptare që të dalin në tregje, po edhe për këto familje që nuk e kanë më një të ardhme. Ajo theksoi se barra fiskale po rëndon njëkohësisht mbi punëmarrësit dhe punëdhënësit, duke bërë të pamundur mbijetesën e sektorit fason, një nga sektorët më të rëndësishëm për punësimin dhe eksportet në vend.